Nga gjithsej 1186 të punësuar në doganat e Maqedonisë, 24.4% të punësuarve janë shqiptar, por zëvendës drejtori Garib Kaba siguron se përqindja do të rritet në harmonizim me përqindjen e shqiptarëve në Maqedoni. Pavarësisht që balansuesi nuk është si normë ligjore tani, ne përfshirjen adekuate kuadër të statistikave numerike në bazë të numrit përgjithshëm popullatës shqiptare në Republikën e Maqedonisë Veriut, ne do të jemi të përfshim me numër konform numrit të popullatës edhe të prezencës tonë këtu në vetë Republikën e Maqedonisë. Okej. Po u kthej edhe një herë te ajo që do të thonë jam i sigurt që mbi 25% nuk do të jetë i diskutueshëm. Kaba tha se nga 2 ndihmës drejtor shqiptar sa që kanë qenë, tani janë 3, ata në sektorin teknik-organizativ për administrat, në sektorin juridik dhe sektorin për përgjegjësi profesionale. Ai po ashtu shprehet se është rritur numri i shqiptarëve që janë në pozita drejtuese. Është ruajtur pozita shef dogane në terminalin doganor të Tetovës në pikën kufitare të Jazhincës, ndërsa drejtues shqiptar janë edhe shefi doganës në Struk, në pikën kufitare Blato, në Dibër, në aeroportin e Ohrit dhe drejtuesin e terminalit doganor në Kumanov. Nga ajo që po thoni, jeni munduar që t'i ruani, po edhe t'i përforconi pozicionet, kështu e thatë. Do me thënë, është rritur numri i shefave të sektorëve shqiptar në për dogana, apo është zvogluar? Është rritur edhe me fakte, do më thonë, unë mund t'i them, ne kemi 3 inspektor kryesor të sektorëve të veçantë, 3 inspektor kryesor janë një rritje kualitative ku përfaqësohemi me personel kualitativ edhe profesional nëpërmjet doganierëve që janë të angazhuar në punë sektorët të veçantë, për investigim edhe për kontroll apo për hetime. I pyetur se si ndodhi që doganat vetëm në gjysmën e dytë të vitit 2024 arriti të grumbullojë 1 miliard euro, ndërsa këtë vit në janar dhe shkurt janë mbledhur mbi 14 milion euro më shumë se sa në periudhën e njëjtë të vitit 2024. Kaba tha se kjo ka ardhur fal kontrolleve më të repta, por edhe rritja e tarifave për mallra të caktuar.